konservator Sir Major, ku tha që nuk është mirë që Britania e Madhe të ndryshojë kryeministrat një herë në një vit e gjysmë apo një herë në 2 vjet, sepse humbet fokusin po dhe qëndrueshmërinë. Dhe çfarë ka parashtruar Keir Starmer është mëse e drejtë, sepse nëse do ndryshohet përsëri, çfarë tregon edhe për stabilitetin. Ana tjetër është përtej vërtet krizave apo problemeve që mund të ketë brenda partisë, ne mund të themi që Keir Starmer ka qenë i suksesshëm sidomos në politikën e jashtme, sepse i ka dhënë Britanisë së Madhe një qasje ndryshe, duke që me partnerët evropian po dhe me partnerët e tjerë ka një qasje shumë herë më pozitive, po sidomos njëherë me Bashkimin Evropian. Dhe ato natyrisht ne të shpresojmë që do ketë frute të ndryshme, që dhe një nga projekt ligjet që sot është që do jetë parafrimi me Bashkimin Evropian në shumë fusha të ndryshme, dhe mendoj ato kanë edhe për ta ndihmuar Britaninë e Madhe që dhe në anë ekonomike të fillojë të japi disa indikatorë që po përmirësohet. Ato duan kohë sepse politikat duan kohë. Keir Starmer në atë aspekt është shumë i saktë, thotë që duhet stabilitet dhe të ndryshojmë kryeministrat, nuk është se i sjell gjë të mirë Britanisë së Madhe, vetëm thjesht avancon karrierën e disa politikanëve që duan të bëhen kryeministra, dhe është mëse legjitime që të gjithë të kenë ambicet e tyre politike. Britania në zemër të Europës duket është plani për të cilin po qëndron fort Keir Starmer, kur tashmë më duket se jemi në vitin e 10 të Brexit. Po, Esmeralda, këtë vit bëhet 10 vjet nga Brexit, po në të njëjtën kohë bëhet edhe 10 vjet ku do rishikohet përsëri marrëveshja dhe traktatet që Britania e Madhe negocioi me Bashkimin Evropian. Edhe Keir Starmer ka bërë shumë të qartë dhe duket që është kaliti i betejës, që ta parafrojë Britania e Madhe sa më afër me Bashkimin Evropian të mundshëm, si nga ana politike, po dhe nga ana ekonomike. Ka patur disa teza të ndryshme që të rikthehet në tregun e përbashkët evropian. Për momentin nuk është artikuluar qartë, por disa nga projekt ligje që po kalojnë do ta bëjnë që ta ketë në një qasje sa më afër Bashkimit Evropian. Dhe Keir Starmer ka qenë edhe goxha i drejt për drejt, ku ka thënë që vendet e tjera, të përfshirë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, përtej premtimeve dhe pozitivitetin që ata kanë treguar, në ana jonë ekonomike nuk është se ka patur një impakt. Pastaj me ardhmën e Trumpit është më së qartë, dhe ne kemi diskutuar edhe në kaluarën që ka pat një përplasje të hapur. Pavarësisht vizitës së mbretit, pavarësisht pozitivitetit që dha vizita e mbretit, përsëri ndasitë politike ngelen aty. Mendoj se Keir Starmer është në qasjen e dur dhe ka hapësirën kohore të dur, sepse i ngelen edhe 3 vjet të tjera ku mundet ta realizojë këtë plan. Përndryshe pasaj nuk i di se çfarë mund të ndodhi, dhe nuk do ishte jo lartë që Nigel Farage të bëhet vërtet një faktor shumë i madh politik, sepse është aktualisht, por mund të jetë akoma më i madh. Mirë, po sa e duan britanikët një tjetër afrim me Bashkimin Evropian, duke parë numrin e atyre që donin të ndaheshin nga Bashkimi Evropian, ka ndryshuar qasja tani? Atëherë sondazhet sot tregojnë që mbi 52% nëse do kishte një votim sot, do votoni për të qëndruar në Bashkimin Evropian. Por neve dhe mos të harrojmë që neve sot kemi dhe një brez komplet tjetër, mbi 10 vjet, që njerë janë rritur jashtë Bashkimit Evropian, ata shikojnë benefitet që mundet të kishin. Edhe një nga ato që shpesh artikulojnë që sa të gjata janë radhët për të udhëtuar. Për të shikuar pasaportën. Jemi bërë njësoj tani. Shkojmë në të njëjtën radhë. Pastaj edhe bizneset kanë shprehur jashtë pak kënaqësi ku është rritur Kosova e tyre për të shkëmbyer, sidomos një në tregti. Ka vërtet një momentum nga mbas në rast se do bëhet një referendum tjetër. Keir Starmer, po dhe Partia Laboriste nëse vërtet duan ta bëjnë këtë, është që ta përgatisin terrenin dhe në zgjedhjet e ardhshme të shkojnë të thonë që neve duhet të ribashkohemi i Bashkimit Evropian dhe të bëjnë një referendum të dytë. Ajo do ishte shumë herë më e qartë se sa të mundohen që të bëjnë disa legjislacione. Po ne kuptoj që Keir Starmer do të jetë i kujdesshëm në këtë qasje, sepse akoma mendon se ka një terren kundër rrymës së Bashkimit Evropian, përsa kohë Nigel Farage është edhe në parlament.